E do nesër besoj një sfidë shumë e rëndësishme, pavarësisht se luani me një prej skuadrave që ndodhet edhe në fund të renditjes, besoj që ka një vlerësim maksimal nga nevoj. Po, edhe që janë poshtë në renditje, nuk do me thonë që janë ekip i lehtë, Vora është një ekip i fortë, që nuk duhet në nënvlerësuar. Po ne do shkojmë nesër për maksimumin, do shkojmë për 3 pikë edhe asgjë ma pak. Një fillim shumë e mirë i sezonit nga Murataj, pastaj pati paksa luhati, por sërish është rikthyer Murataj në momentet e duhura. I kënaqur? Po normal që jam i kënaqur, e di vetë që kam përjetuar një periudhë pak të vështirë me dëmtimet, po tashni e mirë edhe në stërvitje edhe në neshe, edhe jam gati për me ndihmuar ekipin sa të mundem në maksimum. I kënaqur Murataj me sezonin e tij të parë në Shkodër? Normalisht kam pas nevojë për pak kohë mu ambientuar, por jam i kënaqur, po e di që mundem edhe ma shumë me bo për këtë ekip. Në ndeshjet e fundit janë besoj shumë të rëndësishme 5 ndeshjet e mbetura. Vllaznia do të kërkojë të mbajë vendin e parë deri në fund? Po normal, tash kjo është synimi jonë me majt vendin e parë. Me shku me i avantazh në Final Four, edhe synimi jonë është me dalë kampion, duke që jena në rrugë duhur. I kënaqur Murataj me aktivizimin e tij të vllaznia, apo për diçka më shumë nga trajneri? Tash kjo nuk është puna eme, është më shumë puna e trajnerit. Unë provoj me dhënë maksimumin çdo ditë, edhe çfarë bën trajneri janë zgjedhja e vet. Unë çdo minutë që marr provoj me dhënë maksimumin edhe me ndihmu ekipin. Në ndeshjen e fundit vllaznia po shënon pak gola, por po pson pak. Do të jetë kujdesshme të vazhdojë këtë mënyrë deri në fund, apo do të shënon më tepër ndoshta ndeshjet e ardhshme? Po ne do bëjmë maksimum me shënu ma shumë gola, edhe me pësuar pak si jena të pësu pak. Po e rëndësishme është me fitu, me marrë 3 pikë, është ma e rëndësishme edhe pse është 1-0 ose 3-0, pikët janë të njëjta, edhe kjo është ma e rëndësishme për ne. Si është situata me dëmtimet? Ka disa kolektues që s'janë gati për fushën e lojës. Po me të thënë drejtën për dëmtimet unë nuk i di, është ma shumë stafi mjekësor që mirët me të. Unë për vetes di, besoj që janë gati, ta në lojtarë që janë dispozicion janë gati. E ndjet skuadra brenda saj presionin për cilë titullin Shkodër? Presioni, se di, është presion, po kena pritshmëri, du të me dha maksimumin edhe jena afër, po alas jena aty. Do me thonë, të me dha maksimumin edhe si inshallah. Të mërkurën ndërkohë luani ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të kupës ndaj Dinamos, duke që vllaznia po tenton të 2 trofet këtë sezon. Po jena në rrugë duhur për të 2 trofet, pse jo mos më marr të dyja. Duket është ndeshje e vështirë me Dinamon, po tash jena të fokusuar me ndeshjen me Vorën nesër, edhe me marr 3 pikë nesër e pastaj vazhdoj. Murataj një djalosh simpatik i rritur jashtë Shqipërisë, por me origjinë nga Kryqëziu i Pukës. Dy Bokjan, interesant, dy Bokjan po luajnë tek Vllaznia së bashku me kolegun tuaj Kevin Dodaj. Puka po nxjerr futbollist me emër. Po, faleminderit. Unë edhe me Kevin ndihem mirë, janë na shok ngushtë. Po provojmë të dy me dha maksimumin fush, edhe me ndihmu këtë ekip bukur me kap ndaj trofe, me fitu ndeshje. Në vazhdimsi mendohet ndonjë kontribut edhe për Pukën tuaj për të arritur në aspektin futbollistik dhe sportiv në përgjithësi? Po shpresoj, pse jo? Shpresoj që mund t'i arri me dhënë një kontribut për Pukën, për vendin e origjinës, edhe do të jetë gjë e bukur. Murataj, duke qenë se jemi në fund sezonit, keni dëshirë të jeni pjesë të vllaznisë edhe për vitin tjetër? Po me të thënë drejtën unë jam i kënaqur këtu në Shkodër, po hala s'kena fol, s'kena bisedu për këto gjana. Jena të fokusuar këtë sezon me marrë çfarë duhet me marrë edhe pastaj do shohim. Për ta mbyllur ndoshta, ndonjë gol nesër në Vorë? Nesër kismet po është du me bëj gol, po ma e rëndësishme është 3 pikë. Kush e bën golin s'ka na rëndësi, po ma e rëndësishme është me fitu këtë lojë. Nëse shënon, e keni bërë gati dedikimin? Po, e kam bërë gati.
Për familjen edhe për Shkodrën, si gjithmonë. Suksese! Faleminderit.